Procesi gjyqësor ndaj Ramadan Morinës i akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile në fshatin Burim të Malishevës gjatë viteve 1998-1999 është shtyr me kërkesë të mbrojtjes së tij. Raportohet se Prokuroria Speciale ka kundërshtuar këtë propozim, ndërsa gjykata ka caktuar vazhdimin e seancave për muajin shtator dhe tetor. Morina akuzohet se në kohën e luftës në Kosovë dhe në bashkëkryer me persona të tjerë ka marrë pjesë në vrasje, dëbime, arrestime dhe keqtrajtime fizike të civilëve në fshatin Burim të Malishevës. Këtë akuzë pretendon se nga një grup civilësh shqiptar u vran 35 burra, të cilët u detyruan që të rreshtoshin, ndërsa gratë dhe fëmijët u larguan në kërcënimin e armëve. Mëtej sipas prokurorisë, një pjesëtar i forcave policore serbe hapi zjarr me armë automatike duke vrarë 34 civil. Ramadan Morina ishte arrestuar në Prishtinë në gusht vitit kaluar në ndyshimin për veprën penale, krime lufte kundër popullatës civile.